Në kuadër të 25 vjetorit të nënshkrimit marrëveshjes për të festuar 21 qershorin, ditën e liçenit të Ohrit, nga Bashkitë Pogradeca Orë dhe Strug, në Pogradec, Bashkia e Qytetit organizoi një aksion për pastrimin e breg liçenit. Të rinj dhe banor të qytetit në ndëhimin e Drejtorisë së Turizmit në Bashki dhe Agjencisë së Zonave të Mbrojtura morën pjesë në këtë aksion pastrimi, por edhe ndërgjegjësimi. Dita e 21 qershorit është dita e liçenit. Sot përkon me 25 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes midis tre bashkitë Pogradecit, Ohrit dhe Strugës, është një marrëveshje për të mbrojtur liçenin, për ta patur sa më të pastër dhe për të shtuar vlerat e tij jo vetëm në aspektin turistik, por dhe në aspektin historik, sepse ne dimë që në Pogradec, pjesa e Pogradecit ka dhe vendbanime mjaft të ershme të palafiteve në lind, kështu që tregon që kjo është një vendbanim i lashtë dhe kjo na bën shumë krenar, sepse i shtojmë vlerat qytetin tonë. Në këtë ditë Bashkia Pogradec ka organizuar një aktivitet ndryshe për sensibilizimin e gjithë qytetarëve për ta mbajtur pastër qytetin, por të njëkohësisht për të evidentuar se si ka qenë Pogradeci dikur, është shoqëruar dhe me një ekspozitë fotografike. Vërtet është një vlerë për qytetin tonë, por duhet të dimë dhe se si ka qenë qyteti dhe breg liçeni dhe në vitet e mëparshme. Shpresoj që ky mesazh të cilin ne duam të përcjellim të ndihmojë në qytetarët, sepse jemi në një prag sezoni turistik dhe aty janë sa më të ndërgjegjshëm për të mbajtur jo vetëm liçenin, por për të mbajtur edhe qytetin e pastër. Ne së bashku me Drejtorinë e Turizmit pranë Bashkisë Pogradec kemi organizuar një aksion pastrimi në pjesën e bregut të liçenit, kryesisht nga zona e Uçkave në drejtim të Odeonit, e cila relativisht është një zonë e pastër, por mos harrojmë që lumenjtë kryesorë që furnizojnë liçenin dhe përrejnët që deren në liçen sjellin mbetje nga fshatat, të cilët banorët e këtyre zonave vazhdojnë të derën këto mbetje akoma në përrejnë dhe më pas shkarkojnë në liçen. Përfitoj nga rasti të bëj një thirrje për gjithë banorët që jetojnë në pjesën e liçenit të Ohrit, ta ruajmë atë, ta mbrojmë, të mos e ndosim, pasi siç dihet që për vitin 2019 dhe pjesa shqiptare e liçenit është trashëgimi natyrore, kulturore, botërore dhe mbrohet nga UNESCO. Liçeni i Ohrit është liçeni më i vjetër në Europë, i krijuar nga çarje tektonike rreth 2 milion vite më parë. Pika me thellë e liçenit të Ohrit arrin në 288 metër. Shumë vizitorë vinë në liçenin e Ohrit për të shijuar plazhet që e rrethojnë. Kulmi i sezonit veror janë muajt qershor, korrik dhe gusht. Gjatë kësaj kohe, bregu i liçenit është i populluar me banorë vendas dhe turistë huaj.